Steven Shpendi ka shënuar për Empoli në Serie B italiane. Sulmuesi shqiptar dërgoi topin në rrjet kur regjistroi minuta e 43 dhe Shpendi nuk u kursye as pak me festën e golit që erdhi ndaj ekipit të tij, Carrarese. 22 vjeçari kishte krejtësisht të lehtë për të dërguar topin në rrjet, pasi sfera u përplas me shtyllën u kthye te futbollisti i lindur në Ancona që nuk mund të gabonte me portierin e mposhtur. Shpendi e ka golin e dytë për këtë kampionat me Empolin. Pas rënies në kategorinë e dytë italiane, Empoli nuk po kalon as pak një periudhë të mirë.